moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ka publikuar një video të jetë të bukur dhe të ëmbël të bebushes së saj Luna Mari, e cila duket se sot do të ketë qendra e vëmendjes së mediave dhe rrjeteve sociale. Kiara ka zbuluar se ajo është në fazën e mësimit të ecjes në këmbë, praktikisht në fazën e parë pasi vijon të ecë normalisht duke e mbajtur dikush për dorë. Në videon që moderatorja e ëmbël ka publikuar, Luna Mari shfaqet e veshur me kostum popullor shqiptar që i shkon jashtëzakonisht shumë dhe buzëqeshja e saj është ajo që të shkrin zemrën plotësisht. Në fund shfaqet ëmbëlsira tjetër që i bashkohet Lunës duke e kapur për dorë. Bëhet fjalë për babin e saj që nuk e lë njëherë vetëm atë vajzë. Ai ka vrapuar për t'u treguar njerëzve që Luna Mari është vajzë e babit dhe askujt tjetër. Kiara e ka shoqëruar këtë video që tregon se si vogëlushja e saj hedh hapat e saj në këmbë me pak ndihmë me një mbishkrim ku thotë: "Jemi në këtë fazën që ecim." Kaq është dashur që të gjithë njerëzit të shkrihen komplet ditën e sotme. Kushdo që e ka parë videon nuk ka mundur të mos e pëlqejë dhe të mos e adhurojë. Bebushja Luna Mari ua ka marrë zemrën të gjithëve me ëmbëlsinë e saj dhe jo vetëm. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e moderatores bukuroshe Kiara Tito kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë këtë video dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të ndryshme të jetë pozitive për të dhe familjen e saj të mrekullueshme që ka marrë vëmendjen e tyre të plotë. Këto pamje po shpërndahen në rrjet me një shpejtësi marramendëse dhe po bën namin në rrjet. Duket se të gjithë shqiptarët që e ndjekin Kiarën dhe Luizin nuk po ngopen se e pari bebushen e tyre teksa hedh hapat në këmbë duke u mbajtur në njërin dorë nga babi i saj dhe mami. Ky moment i ëmbël dhe kaq i bukur ka prekur shumë prej ndjekësve të Kiarës, të cilët kanë komentuar me urime dhe emocione, duke ndarë gjithashtu përvojat e tyre me fëmijët. Për më tepër, zgjedhja për ta veshur vogëlushen e adhurueshme Luna Mari me një kostum tradicional shqiptar shton një notë krenarie dhe dashurie për kulturën shqiptare. Ky hap i ri në jetën e Lunës shënon një fazë të re emocionuese për familjen Eli, e cila duket që po shijon çdo moment të rritjes së vajzës së tyre të vogël.